Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Kallxhoria në Fier më ndryshoi jetën. Unë quhem Elsa dhe për 5 vite me radhë kam jetuar në një marrëdhënie që nga jashtë dukej normale, por nga brenda ishte një fushë betejë. Nuk mbaj mend kur kemi qeshur për herë të fundit pa u kthyer në sherr. Mbaj mend vetëm zërat e ngritur, dyert që përplaseshin dhe netët kur flija me shpinë të kthyer, duke pyetur veten, si arritëm deri këtu? Ai ishte partneri im prej 5 vitesh. Bashkëjetonim, ndanim faturat, shtëpinë, rutinën, por jo më dashurinë. Ai ishte bërë i ftohtë, i ashpër me fjalë, i padurueshëm. Çdo gjë që bëja e bezdiste. Çdo fjalë e imja ishte arsye për debat. Pastaj erdhi tradhtia. Nuk ma tha vet, por e ndjeva. E pash me sytë e mi. Mesazhe të fshira, telefon që mbyllej sapo hyja në dhomë, vonesa pa shpjegim. Kur e përballa, nuk kërkoi falje. Më fajsoi mua. Tha që e kisha lodhur dhe që nuk isha më mirëkuptuese. Ula në dysheme me shpinë pas murit. Qava si fëmijë, jo vetëm për tradhtim, por sepse ndjesha e zbrazët, e humbur dhe e pavlerë. Ishim gati të ndaheshim, valixhet ishin pothuajse gati, por diçka brenda meje nuk më linte të lëvizja. Frika, dashuria apo thjesht zakoni dhimbjes. Një shoqe më tha, duhet të shkosh urgjentisht në Fier. Është një fallxhore e cila ka ndihmuar shumë njerëz. Qesha. Unë, Elsa racionalja, skeptikja të shkoja në Fier te fallxhorja, por kur je në fund, kapesh edhe pas fijeve më të holla. Unë nisa pa i thënë askujt, Fieri nuk e njeh mirë. Mu udhëzuan drejt një shtëpie të vjetër me një portë të vogël. Aty ishte pikërisht fallxhorja e famshme për të cilën flisnin të gjithë. Kur hyra ajo më pa drejt në sy dhe më tha, ti nuk e ardhur për të ditur të ardhmen, ke ardhur sepse ke humbur veten. Më ra si rufe, nuk i tregova asgjë, por ai filloi të fliste për sherret, për tradhtin, për lotët që mbaja natën. Zemra më rihte fort, nuk e di si, por ajo dinte shumë gjëra. Më tha diçka që nuk do ta harroj kurrë. Ti nuk do ta ndryshosh jetën duke e ndëruar burrin, do ta ndryshosh duke u kthyer te vetja. Më dha disa këshilla të thjeshta për të çuditshme. Të ndryshoja rutinën time, të mos reagoja më me lotë dhe lutje, të vendosja kufi, të bëja disa rituale simbolike për veten time dhe jo për të. Dhe mbi të gjitha të mos kisha frikë nga humbja. Nëse ai ri, do ri. Nëse ikën, do iki, pa të marrë fare shpirtin, më tha ajo. U ktheva në shtëpi ndryshe, jo sepse besoja verbërisht në fol, por sepse për herë të parë pas shumë kohësh ndjesha e zgjuar. Fillova të bëja atë që më tha, u përqendrova te vetja, u rregullova për veten time, fola me veten time, qava, nuk e kontrolloja më, nuk lutesha më që ai të qëndronte me mua. Dhe diçka e çuditshme ndodhi. Ai filloi të ndryshonte. U bëi pasigurt, filloi të kërkonte vëmendjen time, të pyeste ku shkoja, të më fliste me ton të butë. Tradhtia u ndërpre, sherret u paksuan, ai më shikonte ndryshe sikur po njihte një person për herë të parë. Por ndryshimi më i madh nuk ishte tek ai, ishte tek unë. Nuk kisha më frikë të ndahesha dhe pikërisht aty marrëdhënia u rregullua. Jo sepse shpëtova me çdo kusht marrëdhënien, por sepse nuk isha më e humbur brenda vetes time. Sot jemi bashk, nuk jemi perfekt, por jemi më të sinqert. Dhe unë di një gjë, nëse nesër kjo histori mbyllet, unë do t'jem në rregull. Fallxhorja në Fier nuk ma ndryshoi jetën si me magji, por ma ndryshoi duke më kujtuar kush jam. Unë quhem Elsa dhe ajo ditë ishte dita kur u ktheva tek vetja.